Mirëmbrëma të nderuar shikues. Dega e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj reagoi ndaj siç e quan diskriminimit të komunës së Ferizajt gjatë ndarjes së mjetëve në projekt buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Në rrugët e kryeqytetit, policia e Kosovës ka shtuar kontrollet ndaj drejtuesve të motocikletave që qarkulluan pa dokumentacion të rregullt. Njësiti rajonali i trafikut në Prishtinë ka vendosur pika të shumta kontrolli në rrugë të ndryshme me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe parandalimin e shkeljeve. Gjatë ndalimit të një drejtuesi motociklete, policia ka konstatuar se ai nuk posedon leje për ngasjen e këtij mjeti. Trafik boza për trafik 102. Po, shpeshit për të rristi, kështë disa kundërvojtje, në një është të lëviz në për trotuar, automjeti nuk është për me lëviz në trotuar, në dy i njëti nuk ka patër shvert kategorisë për koce për vozitjet të motocikletës, sepse motocikleta është 125 kubik dhe kjo e ka vetëm kategorinë B për vozitjet të automjetit, po ashtu i njëti nuk ka asë regjistrim në motocikletë. Sipas Policisë së Kosovës, vetëm gjatë 3 muajve të fundit janë konfiskuar rreth 50 motocikleta për shkak të mungesës së dokumentacionit dhe shkeljeve të tjera ligjore. Dega e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj reagoi ndaj siç e quan diskriminimit të komunës së Ferizajt gjatë ndarjes së mjetëve në projekt buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Edhe pse të verbër, kjo nuk i ndalon që të merren me aktivitete të ndryshme. E njëri ndër ta është edhe loja e shohut që kishin organizuar në objektin e organizatës Smile. Kryetari i shoqatës së të verbërve tha se po mundohen që sa më shumë të organizojnë aktivitete të ndryshme për ta. Jemi mbledh këtu shoqata të verbërve dhe me shoqatat si Modër Hendikas, Invalid Civil dhe shoqata çorve për ditën 14 qershorit, ditën e Shërimit Gjakovës. Ky aktiviteti i parë, kurse aktiviteti i dytë vazhdon javën e ardhshme për shkak se salla e sporteve ende është në renovim dhe na duhet një sallë për ta luajtur edhe lojën e golballit. Ndërsa njëri nga pjesëmarrësit po kënaqej me lojën dhe me organizimin. Ai po ashtu shprehu dëshirën që aktivitetet të tilla të mbahen edhe më shpesh. Kemi duke mbajtur një aktivitet në në qendrën në Smile, ku jemi mbledhur dhe organizata si motra këtu për të organizuar këtë turnir. Turniri ka filluar fort mirë dhe lojët janë shumë korrekte. Këta persona janë një pjesë mjaft e ndjeshme e shoqërisë tonë, e që kërkojnë përkrahje dhe kujdes të vazhdueshëm nga ana institucionale dhe qytetare. Dega e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj reagoi ndaj siç e quan diskriminimit të komunës së Ferizajt gjatë ndarjes së mjetëve në projekt buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Qëllimi ishte të digje bërlogu që ishte në skaj të Ares, por pak sekonda ju deshën e zjarri përfshiu 10 hektar të kësaj toke. Kjo që ndodhi të shtunin ku të në fshatin Krasmirov të Skenderajt i shkaktoi jo pak dëme pronarit, ndonse në total nuk ka arritur t'i llogarisë ende. Zjarri është hap me një shpejtësi shumë të madhe. Zjarri ka ardhur deri në nalt ku i ka përfshit pemishten me sipërfaqe për 7 hektarë pem, moll kryesisht, edhe është përfshi pjesa ku ka qenë ushqim gjave, ku përfshihet edhe miser. Mirë po, pa u djegu nuk mbetën as mjetet bujqësore me të cilat Ahmeti e punon të aren, e po ashtu një vetur e tij e edhe 2 bicikleta të fëmijëve. Dega e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj reagoi ndaj siç e quan diskriminimit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar vendimin për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga 66 organizata ndërkombëtare, që administrata i konsideron si jo efektive dhe të dëmshme. Mes tyre janë Komisioni i Venecias i Këshillit të Evropës, Mekanizmi ndërkombëtar për gjykatat penale, pasardhësi i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Jugosllavin, UN Women dhe Këshilli për Bashkëpunimin Rajonal. Në këtë të fundit bën pjesë edhe Shqipëria e Kosova bashkë me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Në Komisionin e Venecias, që është edhe një trup këshilluese për çështje kushtetuese dhe jep rekomandime për parlamentet dhe qeverit, SBA ishte vëzhguese dhe jo antare. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se këto organizata janë anti-amerikane dhe të padobishme. Po ashtu SBA-ja është tërhequr nga disa organizata të tjera të OKB-s, përfshirë Departamentin për Çështjet Ekonomike dhe Sociale, Qendrën Botërore të Tregtisë, Komisionin e Ligjit Ndërkombëtar, zyrën e përfaqësuesit posaçëm të sekretarit të përgjithshëm për fëmijët në konfliktet e armatosura, zyrën e përfaqësuesit posaçëm të sekretarit të përgjithshëm për dhunën seksuale në konflikte, Fondin e OKB-s për demokraci dhe një sër organizatash dhe traktatash ndërkombëtare.
Mirëmbrëma të nderuar shikues.